Zonja dhe zotri, mirë se erdhet në 1+1. Sot BDI shënon 24 vjetorin e themelimit. Një parti që lindi pas konfliktit të vitit 2001 udhëhequr nga Ali Ahmeti, që nga filleset e saj deri më sot dhe që për më shumë se 2 dekada ka qenë faktori pandallshëm i pushtetit në vend. Në këtë qerek shekulli, BDI ka ndërtuar identitetin e saj politik mbi rolin e përfaqësuesit kryesor të shqiptarëve në institucionet shtetërore, duke ushtruar pushtet dhe duke ndikuar drejt për drejt në vendimarrjet kyçe të vendit. Por sot BDI-ja shënon këtë përvjetor nga opozita. Një kthes dhe realitet i ri politik që ngre pyetje të drejt për drejta, a është kjo një periudhë reflektimi për gabimet dhe konsumimin e gjatë të pushtetit, apo vetëm një stacion i përkohshëm drejt rikthimit? A e ka forcuar kjo fazë BDI-n apo përkundrazi po e vendos përballë një krize të rebesimi? Në këtë distancë kohore, BDI këmbën ngul se largimin nga pushteti nuk lidhet me vullnetin e elektoratit shqiptar, por me siç pretendon një konfigurim politik të bllokut Maqedonës që synon përjashtimin e saj nga qeverisja. Sonte në 1+1 flasim për këto zhvillime, për raportin e ri të forcave mes partive shqiptare dhe për sfidat e përfaqësimit politik, ndërsa përgjigjet më të rrostishme i presim nga kryetari i Degës në Tetov dhe njëherët antari i kryesisë qendrore të BDI-s Bajram Rexhepi, një figurë që vjen nga brenda strukturës së partisë që nga themelimi dhe që ka mbajtur funksione të ndryshme përgjatë gjithë këtyre viteve. Pa humbur kohë, Mimrama, mirë se erdhe dhe faleminderit që pranot ftesën në këto momente, i themi zotëri Rexhepit. Mimrama dhe ju faleminderit për ftesën. Nuk e di në fillim duhet t'ju urojmë për vjetorin apo si është reni? Sigurisht faleminderit. Urime për vjetorin. Meqense sot BDI-ja shënon 24 vjetorin e themelimit të saj, pas më shumë se 2 dekadësh nëse nuk jam gabim në pushtet, tani më është në opozit. A është kjo periudhë moment reflektimi për gabimet e së kaluarës apo një fillimi i ri i transformimit politik të BDI-s? Dhe jo, Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë dhe është struktura më e organizuar, më e tabluar politike në Maqedoninë e Veriut, e shtrirë në të gjitha vendbanimet ku sot jetojnë shqiptarët, me një identitet shumë të qartë politik, me një vizion, me një platformë shumë të qartë politike, me një leadership të pakontestueshëm, dhe sigurisht kjo ka bërë që Bashkimi Demokratik për Integrim tjetë fitues absolut i të gjitha këtyre cikleve zgjedhore që nga viti 2002 e deri më tani. Tashmë edhe partia Vlen është e strukturuar kështu në gjithë territorin? Absolutisht nuk është e vërtet. Ju po ta shihni për shembull, Vleni akoma nuk është një parti politike, është e turpshme, se nuk mund të zgjedhin as edhe kryetar partie, domethënë aq i madh është mosbesimi midis këtyre njerëzve sa nuk kanë mundur edhe lider të zgjedhin, janë 2 gjysmë kryetar, dhe është formuar nga copza partish të dala nga inatet, nga përçarjet, nga konfliktet e brendshme partijake, prandaj absolutisht asgjë mund të krahasohet si strukturë politike organizuar. Nuk ju pëlqen ky model i bashkëqeverisjes së bashkëkryetarëve për shembull në BDI, ja për shembull? Për ne është shumë okej se sa më dovet që të kenë oponentët politik. Do kishit dashur ta keni edhe kështu me 2 bashkëkryetarë? Nuk besoj, ajo nuk mund të jetë e frytshme, nuk mund të ketë një sukses kur nuk ka një njeri që vendos edhe nuk ka një strukturë të organizuar politike siç e kemi ne në të gjithë territorin e Maqedonisë. Të rikthehemi te përvjetorin e BDI-s. Pas 21 vitesh në qeverinë e pushtet, a e ka sot më të vështirë BDI të bindë qytetarët se mund të sjellë ndryshim nga opozita ose një ditë kur do rikthehet në pushtet? Jo që nuk e kemi vështirë t'i bindim. Qytetarët e shohin dallimin se si është kur ishte BDI në pushtet, si ishte pozicioni i tyre, si ishte përditshmëria e tyre, dhe sot me këtë fazë nënçmimi, përçmimi që u ndodh shqiptarëve në të gjitha sferat, në të gjitha sektorët e administratës, e të sportit, e të kulturës, e politikës jashtme, gjithandej, dhe qytetarët e kanë shumë thjesht ta bëjnë këtë dallim. Po, a e ka forcuar opozita BDI-n gjatë këtyre 2 viteve, nëse mund t'i them, apo ndoshta përballet me një krizë besimit e elektoratit shqiptar? Opozitarizmi BDI-n e ka forcuar shumë, por për fat të keq shqiptarët i ka dobësuar shumë të qenurit të Vlenit në këtë qeveri, në të cilën absolutisht nuk janë partner koalicioni, po janë vetëm si shërbetor të zhbërjes së interesave shqiptare këtu në Maqedoninë. Si mendoni zotëri Rexhepi se si e vlerësoni rolin, veç më e kuptova si e vlerësoni rolin e Vlenit në pushtet, po pse mendoni se nuk është alternativë reale, po është gënjim për qytetarët?
Po e para njëherë ato nuk u bën pjesë e qeverisë sepse i votuan shqiptarët. Ato humbën hynë në këtë qeveri si humbës dhe ishin të përzgjedhurit e VMRO-DPMNE-s dhe në fakt Vleni nuk është një parti autonome politike, po është, si të themi, një deg e VMRO-DPMNE-s organizuar të shqiptarët. Prandaj asnjë mund të bëni një krahasim të tillë në mes Vlenit dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Por ja, ata zotëri Rexhepi janë në pushtet, ju jeni në opozitë. Po kjo ishte për shkak të ndikimit të botës sërbe këtu në Maqedoninë e Veriut, që për fat të keq kohëve të fundit po jep sinjale të fuqishme se po mundohet të kontrolloj gjithçka në këtë shtet, edhe në fakt një pjesë e madhe e këtyre njerëzve të Vlenit nuk janë të vetëdijshëm se janë në shërbim të botës sërbe për të vrarë politikisht Ali Ahmetin, sepse të jemi të qartë, ajo bota sërbe, gjithaj ajo klik nacionaliste, Ali Ahmetit nuk mund t'ja falin 2001, nuk mund t'ja falin atë kontributin e jashtëzakonshëm, jo vetëm të tij, por të një strukture të tërë përreth tij, që bëri për pavarësinë e Kosovës, për çlirimin e Kosovës dhe sigurisht që betejë e zgjedhjeve të ardhshme do jetë betejë jo me Vlenin, jo me VMRO-DPMNE-n, por do jetë një betejë me botën sërbe. Dhe më tregoni se përveç kësaj që po thoni, çfarë tjetër nuk po funksionon sipas jush dhe çfarë ju po propozoni për t'i korrigjuar këto gabime? Po ne e kemi dëshmuar këtë. Si për shembull? Ne e lam qeverinë me kryeministër shqiptar, me ministër të punëve të jashtme shqiptar, e lam me ministër të financa shqiptar, e lam me kryetar parlamenti shqiptar, e lam me një vendimmarrje konsenzuale. Domethënë BDI ishte partner i vërtet në vendimmarrjen e qeverisë për dallim prej sot, ku Vleni është vetëm një zbatues i politikave të VMRO-DPMNE-s. Po si planifikoni të riktheheni në pushtet, duke ditur gjithmonë se deri në këto momente që flasim nuk është që ka sinjale serioze për zgjedhjet e parakohshme parlamentare? Jo, ne pas zgjedhje nuk duam të kthehemi, sigurisht që jo, edhe nuk do donim për shembull me një strukturë të tillë nacionaliste të bashkëqeverisim, sepse kjo do ishte shumë e dëmshme për shqiptarët. Ne duam besimin e shqiptarëve dhe kjo kur do qoftë që të jetë, do jetë një fitore bindëse, plebiscitare, edhe do jetë një sinjal i fuqishëm se shqiptarët nuk guxojnë askush në përkëmbë t'i nënvlerësoj, të krijojë një strukturë vazalësh brenda tyre, edhe do ta shihni se çfarë fitore e fuqishme do jetë në zgjedhjet e ardhshme. Tani ta sqarojmë muhabetin, çështjen. BDI pret zgjedhjet e parakohshme parlamentare brenda këtij viti dhe nëse po, gjithmonë zotëri Rexhepi, a është e gatshme BDI të përballet me një përballje të re politike me një subjekt politik i cili quhet Vlen tani? Jo, edhe që është në pushtet. Ju a thash shumë thjesht. Përballja jonë e ardhshme dhe përballja vendimtare nuk do jetë me Vlenin, se ne nuk i llogaritim as si oponent politik. Përballja jonë e madhe do jetë me botën sërbe në Maqedoni. Edhe gjithë shqiptarët do ta kuptojnë rrezikun që i kanoset Maqedonisë, ashtu siç e thot Parlamenti Evropian. Kush është bota sërbe? Bota sërbe ashtu siç e definoi Parlamenti Evropian në rezolutën e tyre, të informuar maksimalisht, edhe ato sinjale që bota sërbe po zhytet thellë e më thellë në politikën e Maqedonisë, ne po i shohim çdo ditë. Para mendoni për shembull të keni një zëvendës kryeministër për marrëveshjen, për implementimin e marrëveshjes sorit, një serb ultranacionalist, si është Stojlković. Çfarë sinjali ishte kjo për shqiptarët? Çfarë sinjali donte VMRO-DPMNE-ja t'ju tregoj shqiptarëve? Ja, edhe sikur zotëri Rexhepi të përballeni me këtë sfidë që po e quheni ju politikisht. Çfarë do të bëni në qoftë se nga ana tjetër te bloku Maqedonisë përsëri fiton VMRO-DPMNE-ja? Dëgjoj. Ju përsëri jeni të detyruar të uleni dhe të bisedoni, hipotetikisht nëse ju japet ofertë dhe mundësia për të diskutuar. Bisedime ka patur gjithmonë, por ne nuk kemi pranuar të jemi të nënshtruar, nuk kemi pranuar të jemi vazal. Se nuk u realizuaj takimi mes Ahmetit dhe Mickovskit, që e paralajmëroi kryetari i BDI-s? Jo, takimet e tilla varen prej temave të diskutimit, të situatave të ndryshme, edhe ka patur edhe do të ketë sigurisht. Si u dakorduan për t'u takuar përsëri, por që nuk ndodhi takimi? Jo, nuk është se nuk ka një komunikim të tillë, por ne nuk kemi pranuar të bëhemi pjesë një qeverie anti-europiane, anti-amerikane, albanofobe, anti-shqiptare, edhe këtë do e dëshmojmë në zgjedhjet e ardhshme se populli shqiptar votuesi shqiptar ta njoh shumë thjesht këtë realitet edhe këtë të vërtetë. Shumë shkurtimisht, në zgjedhjet e ardhshme të rregullta apo mendoni se do të ketë? Kur do qofshin ato, Bashkimi Demokratik për Integrim do jetë fitues absolut. Zotëri Rexhepi, pse BDI nuk do të mbështesë ligjin për përfaqësim adekuat të drejtë? Është skandalos. Përmbajtja e ligjit, më falni, përmbajtja e ligjit është problem kontestueshme apo thjesht, apo se mënyra se si po udhëheq qeveria procesin në fjalë, apo është çështje opozitarizmi? Hajdeni të tregojmë publikut çfarë nuk shkon. Jo, është aq e thjesht të shihni dallimin.
ligji nuk parashikon asnjë mekanizëm që të mbrojë përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të shqiptarëve edhe të komuniteteve tjera nëpër institucione. Është themelohet sipas ligjit një trup koordinativ i cili vetëm se do raportojnë në qeveri dhe ato të cilët nuk e zbatojnë këtë ligj, ato të cilët nuk i përmbahen edhe nuk i përmbushin, obligimin që të jetë përfaqësimi i drejtë dhe adekuat nëpër institucione, nuk do kenë as edhe një lloj sanksionimi nga ana e qeverisë ose nga ana e atij trupi koordinativ. Kështu që ky ligj shqiptarët e Maqedonisë i sjellsi në vitin 1990, kur ishin shqiptarët vetëm 0,1% të përfaqësuar në administratën e shtetërore. Do thënë, jo që nuk duhet të kaloj, po nëse eventualisht do propozoni ju në kuvent? Dje, nëse një ditë më herët, nëse nuk jam gabim, u miratua propozimi për vendimi për badintesh vogël. Kjo ishte çështja më skandaloze që ka ndodhur deri sot në parlament. Para mendoni kur prej aktorëve shqiptar mundohen ta zhbëjnë badenterin, çfarë prisni ju nga struktura tjera nacionaliste, ti themi të botës sërbe që dominojnë këtu. Para mendoni njerëz me funksione publike, si që janë deputet, do në t'ju thonë shqiptarve se nuk kemi nevojë për badenterin. Do me thënë, mundohen në çfarëdo mënyre që ta ulin peshën e vendimmarrjes së shqiptarve në për të gjitha institucionet ku do qofshin ato. Në këtë rast ishte absolutisht e kemi treguar shumë herë se balancuesi ishte një mekanizëm i cili e mbronte përfaqësimin e drejtë. Nëse kjo... Po Vleni po thot, më leoni tash, Vleni po thot se ma mirë të ketë një ligj se sa një mekanizëm. A është e vërtet? Tani, sipas kësaj logjike, hajde ta sjellim një ligj me një nen, për shembull, ku thot ndalohet përfaqësimi i shqiptarëve nëpër institucione dhe dalim të themi se kemi sjellur ligj, një ligj të tillë do e proklamojnë ata. Ky ligj është skandalos. Nuk është vetëm të sjellësh ligj. Ideja është që ai ligj të mbrojë interesat e komuniteteve. Në këtë drejtim, çfarë do propozoni ju për të përmirësuar të themi versionin? Çfarë amendamente? Dëgjon, është duke u diskutuar brenda kuluareve partijake dhe ne sigurisht që do kemi propozime konkrete, po nuk ne e para punë është që nuk duhet ta lejojmë që ky ligj anti-shqiptar, skandalos, në asnjë mënyrë nuk duhet të miratohet në parlament. Nuk do ta votoni. Absolutisht jo. Tani më leoni si për të themi në fund të kësaj pjese e parë këtu, apo humbin shqiptarët politikisht nga përçarjet mes partive shqiptare, qoftë ato në opozit apo në pushtet? Shumë sinqerisht. Jo, shqiptarët nuk humbin nga përçarjet e partive shqiptare, po shqiptarët humbin nga dominimi i botës sërbe që është prezent çdo ditë në Maqedoni. Përveç kësaj që po thoni ju, ja edhe pa dashur ta kontestoj, kemi qenë dëshmitar të përçarjeve, të kyçjeve, të largimeve të shumta, qoftë në te Vleni, qoftë të BDI-ja, të Fronti Evropian, për të cilën pak më vonë të diskutojmë. Pra, si e shihni si një qytetar tash i jashtë ombrellës politike? Nuk i ka hutuar shqiptarët në këtë vend? Edhe si qytetar, edhe si parti politike, kemi bërë gjithmonë thirrje që kur është në pyetje interesi kombëtar, ne të jemi bashkë. Jo se ne kemi dashur Recep që t'ju marrim dikuj tjetër. Ne e vetme që kemi kërkuar gjithmonë, nga viti 2002 e deri tash, është të jemi të barabartë të shtetë. Të qenurit i barabartë nuk do me thënë se e cënon pavarësinë e dikuj tjetër ose e cënon komoditetin e dikuj tjetër. Kjo është e trishtueshme kur shohim nga struktura nacionaliste që edhe barazia ju pengon, në ndërkohë që nuk humbin asgjë nga e vetja. Kjo është esenca e politikës së Bashkimit Demokratik për Integrim edhe vizionit ton politik që të mbyllen njëherë për gjithmonë çështjet etnike dhe shteti të fillojë të zhvillohet normalisht, që të ketë një ekonomi të shëndosh, që të ketë vende pune, që të ketë rroga më të larta, të integrohet në Bashkimin Evropian, sepse kjo është pritshmëria e çdo qytetari nga politika aktuale e Maqedonisë. Zotëri Rexhepi, ju ftoj të ulemi për të diskutuar më hollësisht për gjitha këto. Faleminderit. Të nderuar shikues, jemi në pjesën e dytë të intervistas 1+1. I ftuari ynë është antari i kryesisë qendrore të BDI-s, Bajram Rexhepi, por ndryshe edhe kryetari i dekës së BDI-s, siç e paralajmërova më herët. Në Tetov, po. Cilat i konsideroni si arritjet më të mëdha të BDI-s gjatë këtyre 24 viteve? Me pika kështu. Po ndëgjoj, tani po nisëm t'i radhisim, do na duhet me siguri ata të cilat i përmendëm në fillim, i lem, vazhdojmë atë.
Le të themi, të fillojmë për shembull nga viti 2002, këndej nga lufta e vitit 2001, mbas themelimit Bashkimit Demokratik për Integrim. E para që është më e rëndësishme se Bashkimi Demokratik për Integrim e ndryshoi mendësinë politike të Maqedonisë së Veriut. E vrau frigën e shqiptarëve që kishin nga pushteti, që nga lufta e vitit 2001 e këndej. Ju po të shihni për shembull ndryshimet kushtetuese, ku shqiptarët definohen si popull shtetformues i këtij vendi, ligji për përdorimin e gjuhëve, ndarjen territoriale, përdorimin e flamurit, përdorimin dy universitetet shtetërore. Ju paralajmërohet një periudhë të gjatë dhe ndryshimi i sistemës, himnit, që nuk u bonën. Edhe kjo është. Po nuk janë çështje aq edhe esenciale që do kishte ndonjë dobi aq të madhe, po janë gjëra që duhet edhe ato të ndryshohen patjetër. Po nëse ju bëni një krahasim prej para vitit 2001 edhe pas vitit 2001, do e shihni dallimin e madh se ju kujtohet për shembull kur shqiptarët vriteshin për përdorim flamuri këtu në Maqedoni, kur vriteshin pse kërkonin të mësojnë në gjuhën shqipe, universitet në gjuhën shqipe. Ndoshta kemi rastin unikat në botë, vetëm në rast në botë ku kemi dëshmorë që janë vrarë pse kanë kërkuar të mësojnë shqip. Edhe ne nuk mund t'i fshim këto nga memoria kolektive e shqiptarëve, sikur edhe para luftës së vitit 2001 ka qenë kështu. Ne gjetëm administratën shtetërore me më pak se 1% në kuadër të 0,3-4% të Recep. Edhe e lam me 24% përfaqësim të shqiptarëve. E lam qeverinë me kryeministër, me ministër të punëve të jashtme, me kryetar parlamenti, me ministër financash, me një projekt të nënshkruar që është jetik për zhvillimin e rajoneve shqiptare, siç është koridori 8, edhe shumë të arritura tjera që do duhet një emision të tërë ne të flasim me një farë mënyre ne sollëm demokracinë konsenzuale që shqiptarët të pyeten për vendimarrjen e këtij shteti. Dhe pavarësisht kësaj që po thoni, jeni në opozitë tani. Po, kjo ishte për shkak të ndikimit të botës serbe. Ashtu siç e thotë edhe Parlamenti Evropian në rezolutën e saj se bota serbe po lëshon 7 çdo ditë dhe po kontrollon politikën e Maqedonisë së Veriut. Edhe kjo nuk është e thjeshtë. Nuk është se Parlamenti Evropian mund bie një rezolutë të tillë pa qenë informuar se çfarë po ndodh këtu. Ky është një inxhiniering i fuqishëm edhe pse ne nuk u humbëm atë zgjedhje. Ne dolëm fitues absolut para 2 vitesh. Po për shkak të atij inxhienieringu, për shkak të atij orkestrimi që fillon nga Moska e në Beograd e në Shkup, Bashkimi Demokratik për Integrim nuk pranoi të jetë pjesë asaj qeverie që me shumë gjasa kishte një jetë që atë shu si që thoshin VMRO DPMN-ja ta kthejmë shtetin të Maqedonës. Megjithëse jeni që nga fillimi në BDI. Më tregoni se sot BDI-ja është e njëjta parti si në kohën e themelimit apo ndoshta ka ndryshuar gjatë viteve, qoftë për të mirë, qoftë për keq, ju brenda si. Ndëgjoj, Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë një proces reformimi gjithmonë. Ju vetëm referoheni ndryshimeve të fundit që ndodhen për shembull pas kongresit të dhjetorit. Kemi mbi 80% të strukturave që nuk kanë qenë përpara në ato struktura. Për shembull, shifni degën e Tetovës. 83% kemi kryetar në ndegësh që nuk kanë qenë asnjëherë përpara. Shifni Këshillin e Përgjithshëm, Kryesinë Qendrore. Thënë, Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë gjithmonë në një proces reformimi, edhe këtë e kanë ditur ta vlerësojnë edhe ta njohin votuesit shqiptar. Prandaj edhe nuk kemi humbur zgjedhjet asnjëherë. Por çfarë mesazhi dërgoni sot antarëve dhe simpatizuesve me rastin e 24 vjetorit? Çfarë ju thoni ju sot? Përveç akuzave të Berlinit. Mesazhi më i thjesht është që të bëhemi bashk, të jemi unik, të jemi të organizuar. Me kë bashk? Të jemi bashk si antar Bashkimit Demokratik për Integrim, të kemi një unitet si asnjëherë më parë se na pret betejë më e madhe edhe përfundimtare që ne do duhet të kemi me ndikimin serb. Po bashkë ishit edhe me Mendukthaqin, po Mendukthaqin. Jo, e kam fjalën. Ju më pyetët për votuesit për antarët e BDI-s apo? Po. Unë ju tregova çfarë doja t'ju them antarëve të BDI-s, jo për ato. Tani liderëve tjerë të opozitës, çfarë ju thoni? Se ishte edhe Selja në frontin evropian edhe kështu me radhë, ishte edhe Mendukthaqi, çfarë mesazhi dërgoni edhe atyre, të cilët u larguan? E njëjta domethënë që të jemi bashkë, që të mund të jemi sa më të fuqishëm, që zëri shqiptar të dëgjohet edhe të jetë vendimarrës në këtë shtet. Edhe ajo që është më e rëndësishme ta kuptojnë të gjithë se na pret një përballje fuqishme, se nuk do jetë me Vlenin, nuk do jetë me VMRO DPMN, po do jetë me strukturat e organizuara që orkestrimin e kanë në Moskë. Tani nga kjo distancë kohore zotëri Rexhepi, ku mendoni se ka gabuar më së shumti BDI-ja gjatë viteve të qeverisjes? Dëgjoj, gabime ka patur plot.
Absolutisht, ne kemi patur gjithmonë mundësinë që t'ju themi qytetarëve edhe kur kemi gabuar, kërkojmë ndjes se kemi gabuar. Si për shembull Si për shembull me shumë projekte që nuk janë realizuar, me shumë gjëra që nuk janë bërë. Po nëse e shifni, nëse ktheheni në kohë edhe bëni një retrospektiv të ndodhive të ngjarjeve këtu në Maqedoninë e Veriut, sidomos te kampi politik shqiptar, ajo që pritshmëria, ajo që priteshte nga Bashkimi Demokratik për Integrim, edhe ajo që Ali Ahmeti pas luftës së vitit 2001 u tha shqiptarëve se do e ndryshoj statutin ton politik në Maqedoni. Ali Ahmeti nuk erdhi edhe nuk i premtoi njeriu që do ndërtojmë këtë kanalizim, se aprish ky sjellës, janë prish të rrugë, edhe pse sigurisht që duhet të bëhen. Po këto nuk kanë qenë obligimi i Ali Ahmetit t'i bëj. Këto kanë qenë obligim i strukturave tjera partijake, i udhëheqëse të institucioneve që në shumë raste edhe kanë dështuar, sigurisht. Dhe ne kemi ditur ta njohim këtë të vërtet. Prandaj edhe është bërë një reformim, gjithmonë ka qenë një reformim i vazhdueshëm brenda strukturave të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ju po të shihni sot për shembull edhe këto dy gjysmë kryetarët e Vlenit kanë qenë pjesë e strukturave të BDI-s. Domethënë vinë nga shkolla, nga Akademia Politike e Bashkimit Demokratik për Integrim. Prandaj Bashkimi Demokratik për Integrim nuk mund të krahasohet me parti tjera si për nga struktura, si për nga ideologjia, si për nga vizioni, leadershipi. Kur flasim për gabimet, a lidhen këto gabime ndoshta edhe me përzgjedhjen e kuadrëve apo disa politikave në të kaluarën, duke marrë parasysh se sot partia, si gjithmonë që flasim tani, është në opozit? Patjetër që po. Ju a thash pak më parë se gabimet e tilla ka pat të pafundme dhe ne kemi ditur. Ata të cilat janë tashmë në vlen. Nëse pritni, ata të cilat janë në vlen. Tua them me emra nuk është, e kam shumë inat të përdori emra të përveçshëm edhe nuk e bëj asnjëherë, po ka patur si fenomen ka ndodhur sigurisht. Një pjesë e madhe strukturave tona nuk e kanë përmbush pritshmërinë as të partisë, po as edhe të qytetarëve. Në asnjë moment janë ndryshuar. Në asnjë moment nuk mendoni se pas një periudhe kaq të gjatë në pushtet, ndoshta BDI-ja në një moment të themi ka humbi djeshmërinë për të identifikuar dhe zgjidhur problemet e grumbulluara të qytetarëve në kohë reale gjithmonë. Jo, dëgjoj. Se kjo është akuzë që vjen përballë oponentit. Jo, absolutisht nuk është e vërtetë. Ju thash edhe më herët, gabimet e tilla ka patur sa duash. Po, Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka bërë gabime në rrugtimin edhe në jetësimin e interesave shqiptare. Këtë që po ndodh sot, që po e bën Vleni. Gabime të kuadrove, gabime të tjera ka patur sigurisht edhe do të ketë. Asnjë parti nuk është e përkryer edhe asnjëri nuk është i përkryer. Po e vërteta edhe ata që duhet ta njohë çdo votues është se Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë protektori, ka qenë mbrojtësi më i fuqishëm i interesit shqiptar edhe i barazisë së plot në këtë shtet. Prandaj është një ndër ato gabimet që i përmendim, a nuk e quheni gabime dhe dhënia e provimit të jurisprudencës, të cilat nuk është zgjidhur? Po ndëgjoj, e kemi diskutuar shumë herë këtë çështje. Se e dini, gjatë kësaj periudhe, më lejoni të jemi transparente dhe me opinionin, ka pasur shumë akuza për plasje ditore, javore, mes BDI-s dhe Vlenit, se kush e ka fajin për moszgjidhjes së. Ndëgjoj. Problemet tilla ka patur mira e dhjetra mira gjatë qeverisjes sonë. Janë zgjedhur mira e dhjetra mira problemet të tilla. Po duhet ta dini se ligji u soll në vitin 2018. U miratua në vitin 2019 se VMRO DPMN-ja ishte absolutisht u soll në një situatë antagonizmi të jashtëzakonshëm, bile dhe fizikisht, nëse ju kujtohet munduan ta pengojnë votimin. Ligji është dashur të implementohet deri në fund, deri në vitin 2021. Ju ishit në pushtet. Edhe ishte periudha kur ishte pandemia, ishte kriza e madhe energjetike, ishte kriza e madhe ekonomike, ishin zgjedhjet, edhe është ndër të paktët probleme që nuk janë zgjidh. Po kjo nuk do me thënë se Vleni nuk duhet edhe një problem të vetëm shqiptarëve zgjidh këtu. A i vjen kjo se Vleni ju thë shqiptarëve se ne nuk jemi në këtë qeveri që të zgjedhim probleme shqiptarëve. A duheshte që në kohën tuaj... Ndëgjoj, vetëm ta përfundoj ju lutem. Ky është një mesazh trishtues që vjen nga strukturat e Vlenit. Se ne do t'ju thonë shqiptarëve se ne nuk jemi këtu që të zgjedhim çështje etnike, se nuk jemi parti, nuk i përfaqësojmë shqiptarët. Jemi të përzgjedhurit e VMRO DPMN-s. Kështu në përkthimi vjen kjo kur distancohen nga çdo problem më i vogël që duhet të zgjidhet, që është në dobi të studentëve, se është një nevojë elementare, është një nevojë imediate. Po, ajo që është e rëndësishme të thuhet, se këto njerëz nuk guxojnë as pak edhe zërin
ta ngritin në vendimmarrjen në qeveri. Se nuk duhet të bëjnë diçka tjetër përveç se të implementohet ligji që është sjellur në vitin 2019. Nuk kërkon njeri që këto të cilin ligj të ri. Pe 2021 deri në 2023 zotëri Rexhepi, pse nuk është implementuar plotësisht edhe të aleni gati të themi në tavolinë kur të e kemi thënë se është ndër ato të pakta probleme që nuk është zgjidhur, por nuk do të thënë se nuk duhet zgjidhet. Se nuk duhet zgjidhet sot. Po ja shikoni se si u problematizu. Po është ndër mijëra probleme tjera që u zgjodhen kënbet edhe pse di 2, 3, 5 të tilla mund të jetë ku ligji nuk implementohet. Po problemi më i madh nuk është aty Rexhep. Problemi më i madh është se këta njerëz po e kthejnë mbrapa procesin. Po ta shihni për shembull në çdo sektor po hiqet përdorimi i gjuhës shqipe. Që nga vulat e kryeministrit, që nga mbishkrimet, që nga webfaqet shumë institucioneve, që nga përdorimi i formularëve të informacioneve që shkojnë brenda institucioneve në qeveri e kështu me radhë. Kjo do të thënë është trishtuese se jo që nuk zgjidhin as edhe një problem, se nuk duhet ta zgjidhin, vetëm duhet ta implementojnë. Këto po i kthejnë mbrapa procesit. Edhe kjo do jetë shumë e dëmshme për indin tonë kombëtar. Këto po e dëmtojnë indin shqiptar këtu në Maqedoninë e Veriut. Edhe patjetër që qytetarët do ta njohin një ditë këtë rrezik që po kanoset nga një qeveri e tillë antishqiptare. Ju thoni se dëmet janë të mëdha. Absolutisht që po. Zotëri Rexhepi, pak më parë e përmendëm Frontin Evropian. Pra, aktualisht sa parti jeni te Fronti Evropian, ju skequr nga BDI-a dhe si e vlerësoni funksionimin e tij sot? Jo, e keni gabim se Fronti Evropian ka qenë në zgjedhjet e 2024, se keni fjalën për Aleancën Kombëtare për Integrim. Pikërisht. Po. Jo, te Aleanca Kombëtare për Integrim ka parti që janë shkrirë brenda BDI-s, ka që i bashkërendojmë të gjitha aktivitetet, po sigurisht ishte një aleancë për ato zgjedhje, edhe në zgjedhjet e ardhshme do shohim për shembull se nëse mund të vazhdojë një konfiguracion i tillë politik. Në çfarë niveli është bashkëpunimi aktual me zgjedhjen Sela, pra aktualisht mbetet jashtë ombrellës të AKS apo? Jo, është një bashkëpunim jashtëzakonisht shumë i mirë në gjitha nivelet, edhe do doje që një bashkëpunim i tillë të jetë edhe në të ardhmen. Bashkëpunoni dhe koordinoni me qendrimet e sa e di në prurimin ose në hapjen e Partisë së Re ju ishit prezent aty? Sigurisht, edhe ajo që ne kemi bërë thirrje që bëjmë edhe aktualisht që diskutojmë çdo ditë me ato struktura që të jetë një strukturë më e organizuar politike, sepse e tillë është edhe një mbrojtës më i fuqishëm i interesit tonë kombëtar. Pra, në këtë dërtim e keni marrë ndoshta edhe një vendim si parti nëse do të mbështesni propozim ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat që propozoi Partia e Zgjidhjes Selës? Po, i sinqert nuk e kam lexuar atë propozim, mora vesh që është sjellë te deputetët në parlament. Ky ligj është duke u analizuar nga shërbimet tona juridike, nga ekspertët, edhe me të patur një vendim, ne sigurisht që do informojmë opinionin, po sigurisht që do e mbështesim. Çfarë do të ofrojë konkretisht BDI si alternativë për një të ardhme më të mirë për qytetarët dhe gjithmonë duke menduar për të korrigjuar të gjitha ato që pak më parë i keni numëruar si gabime të mëdha? Dëgjoj. Nuk thash gabime të mëdha, thash ka patur plot gabime. Jo, BDI-a, do të thonë, e kam fjalën gabime të mëdha ndaj vlenit. E kam fjalën kështu. E kemi patur vizionin, platformën, identitetin politik shumë të qartë. Edhe vizionin për të ardhmen e kemi shpjeguar shumë herë. Në pika të shkurta, që nga viti 2001, edhe pastaj pas themelimit Bashkimit Demokratik për Integrim vitin 2002, qëllimi, ideja, platforma, vizioni jonë politik ka qenë që të mbyllen çështjet etnike një ditë më parë, të jetë një barazie plot mes qytetarëve, që askush shtetin mos ta shef si armik, përkundërzi si mbrojtës të interesave të tyre, ta antarësojmë vendin në NATO, që fatmirësisht u arrit, edhe kjo është një ndër të arriturat më të mëdha të Bashkimit Demokratik për Integrim, por edhe të gjitha aktorëve tjerë politik, ta antarësojmë vendin Bashkimin Evropian, që të krijohet një shpresë të rinjt se ky vend ka perspektivë, që të rritet standardi jetësor, që të ketë vende pune për të gjithë, të ketë rroga më të larta për të gjithë, standarde nëpër spitale, me rrugë, si konform standardeve të Bashkimit Evropian, me infrastrukturën tjetër, siç dëshirojnë qytetarët, dhe është shumë e thjeshtë se këto nuk arrihen përderisa ne merremi me çështjet etnike. Merremi çdo ditë për punë elementare që nuk duhet të jenë as në rend dite, për shembull si puna e provimit jurisprudencës, edhe me mira tjera të tilla që janë zgjidhur në të kaluarën, por që problematizohen sot për kot.
Ka qenë shumë e thjesht kuptohet se qëllimi jonë është arrihet një barazie plot, të jemi brenda strukturave të NATO-s edhe të Bashkimit Evropian, që qytetarët jetojnë me një mirëqenie, me një standard jetësor, siç e shohin sot kushtrimet e tyre, baballarët, farefisi që janë brenda Bashkimit Evropian. Por ndryshe do kemi një krizë migrimi edhe më të madhe se që kemi pasur në të kaluar. Ju thatë në fillim se nuk keni krizë të themi besimit e ke elektorati shqiptar atë po, por çfarë do bëni, si planifikoni të riktheni besimin e palës maqedonesit dhe nëse një ditë bëheni sërish pjesë e pushtetit? Po me siguri nuk e keni fjalën që të bëhemi vazal, të bëhemi të ndëgjueshëm, të jemi të poshtruar. Nuk mund ta pritni nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Ne edhe me çmimin që gjithmonë të jemi në opozit, nuk mund ta pranojmë vazalitetin Recep. Nuk mund të pranojmë të jemi të poshtruar, të nënshtruar edhe të tallen një grup nacionalistësh siç ndodh çdo ditë. E shihni për shembull se çfarë turpi ndodh kur shkon kryeministri atje në Tetov edhe atë gjysmë kryetarin e Vlenit e turpron prag shtëpisë vet. A ka turp më të madh? A e pranon tradita jon kombëtare që të vej dikush edhe të turpnoj në prag të shtëpisë? Kjo është realiteti i sotëm i politikës Maqedonisë së Veriut. Tradita shqiptare nuk e lejon të, edhe nuk duhet ta lejoj. Prandaj ne o do jemi si partner të barabartë në qeveri për të mbrojtur interesin tonë kombëtar, por edhe të gjithë qytetarëve, ose do jemi në opozit. Nuk mund të pritni nga Bashkimi Demokratik për Integrim të shndrohemi në vazal edhe njerëz të nënshtruar që vetëm implementojnë direktivat e një strukture nacionaliste përfatkeq të orkestruar nga bota serbe. Kot nuk besoj se e pret ndonjë shqiptar, edhe nuk besoj se nuk e din dallimin ndërmjet nesh edhe këtyre që janë sot në qeveri. Sepse i përmendje të rinjt, cilat politika do t'i bindnin të rinjt të qëndrojnë në vend, ja sikur një ditë të riktheheni në pushtet. Po atë që tregova, me çfarë më konkretisht? Për të ketë investime shumë e thjeshtë. Të ketë investime të jashtme, të ketë investime të brendshme, të krijohen vende të reja pune. Në çfarë gjendje është zona ekonomike në Tetov? Zona ekonomike në Tetov fatkeqësisht ka pak investitor, po është një zonë me partneritet publiko-privat. Nuk e di, nuk jam marrë asnjëherë me atë punë. Ajo zonë do duhet të zhvillohet, edhe kjo është qëllimi që ne si parti politike, po edhe sot qeveria duhet të ndihmojë që sa më shumë investitor të jenë pranishëm në atë zonë. Kur e pata fjalën të rinjt, që të kemi vende të reja pune, të kemi rroga më të larta, të kemi marrëdhënie ndëretnike siç ishin para disa viteve, që mos merremi me çështjet banale, që të shohin një perspektivë, të ketë një shpresë, edhe këtë mund të këtë adresë mund ta kenë vetëm te Bashkimi Demokratik për Integrim, sepse e kemi dëshmuar edhe në të kaluar. E përmendën procesin të integrimit të vendit. Ku ndodhet sot shteti në rrugën drejt BE-s dhe kush marr përgjegjësi për ngecjen e procesit? Dgjoj, orkestrimi i bllokadës së Maqedonisë nuk është në Shkup, për fat keq është në Moskë, është në Beograd, ishte edhe në Budapest, po atje ndryshoi. Ju e shihni për shembull kur del ministri i punëve të jashtme Lavrov i Federatës Ruse dhe thotë se jemi të gatshëm që të bisedojmë me Bashkimin Evropian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për integrimin e Ballkanit Perëndimor në BE. Çfarë sinjali është kjo, domethënë? Ato haptazi publikisht e thonë se janë kundër dhe kanë punuar kundër që rajoni jonë të integrohet në NATO pikë së pari, por edhe në Bashkimin Evropian. Ato e arritën në Serbi, e kanë bllokuar totalisht, po bëjnë çmos që ta bllokojnë edhe në Maqedoni, edhe shihni për çfarë banalitetesh kjo nuk realizohet, sepse bisedimet janë filluara. Zyrtarisht është mbajtur konferenca e përbashkët e parë. Kanë mbetur si kusht vetëm hapja e kapitujve, domethënë edhe kushti dihet, është ndryshimi i kushtetutës ku bullgarët do jenë pjesë e kësaj kushtetutë. E në ndërkohë që partia në pushtet thotë se kërkon garanca. Dgjoj, ajo është vetëm alibi, edhe kur nuk don diçka të arrish, do gjesh ndonjë arsye sigurisht, se është një ndryshim trivial. Bile përkundrazi, duhet me ngulm të insistojnë të ndodhë ai ndryshim, sepse bëhet një ndarje shumë e qartë kushtetuese, që në kushtetutë ke ndarjen ndërmjet bullgarëve dhe maqedonasëve, që këto frigohen se disi po rrezikohet identiteti kombëtar. Kjo e mbron identitetin Maqedonës. Edhe nuk mund të jetë shkak kjo për ngecjen e negociatave. Shkaku është krejtësisht diçka tjetër. Edhe ju kujtohet se ato nuk e kishin as edhe problem, nëse mbani mend për shembull e kushtëzuan këtë punë VMRO përderisa ishin në opozit, me daljen e BDI-s nga qeveria. Edhe në ditën e njëjtë tampo po dalim më njëherë.
nëse është në interes të qytetarëve, gjitha ministrat deponuan dorëheqjet ditën e njëjtë, vetëm si kusht që ju ta mbështesni ndryshimet kushtetuese, sepse kjo është kusht për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Më tregoni, a mund të ketë perspektive evropiane pa konsenzus më të gjerë politik? Po tani, ne kemi qenë gjithmonë, kemi bërë thirrje, jemi munduar që të ketë një konsenzus politik. Po ne nuk mund të bëjmë konsenzus politik me botën serbe edhe me orkestrimet ruse që ndodhin këtu. Edhe unë absolutisht jam i vetëdijshëm, po këto janë informacione që vështirë është se mund të plasohen në opinion, po një ditë opinioni do i di se kjo ngecje, kjo bllokat e negociatave, orkestrimin nuk e ka në Shkup, po e ka në Moskë, në Beograd. Unë nuk besoj se me vetëdi qeveria aktuale, se i njoh shumicën personalisht, e bën këtë, po fakti është se bllokimi i eurointegrimeve, i procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, është në pajtueshmëri, në përputhshmëri të plot me interesat ruse, sepse ato publikisht haptazi kanë thënë se nuk duan që rajoni të integrohet në Bashkimin Evropian. Për këtë që po thoni, a keni njoftuar faktorin ndërkombëtar? Faktori ndërkombëtar është Shumë letra keni dërguar, por a keni marrë përgjigje? Faktori ndërkombëtar është informohet edhe do të informohet edhe në vazhdimsi, po me siguri e shifni se përveç bllokadave tjera, Bashkimi Evropian gati se nuk na ka futur në listë zezë si shtet, me thënë është si asnjëherë më parë politika e jashtme një dështim total, nuk kemi marrëdhënie të mira me asnjë prej fuqinjve, nuk kemi marrëdhënie të mira me Bashkimin Evropian, jemi totalisht të injoruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe kjo është një situatë që nuk e di ku do e dërgoj në të ardhmen të ardhur. E grumbulluar, do ndodhin apo nuk do ndodhin ndryshimet kushtetuese me këtë qeveri? Patjetër që të ndodhin, me këtë qeveri. Unë nuk e di se me cilën qeveri do ndodhin, po patjetër që të ndodhin, sepse për ndryshe duhet të kesh një alternativë tjetër. Nëse nuk don të antarësohesh në Bashkimin Evropian, atëherë ke ndonjë qëllim tjetër. Këto njerëz nuk e thonë se kanë ndonjë qëllim tjetër, prandaj edhe është një domosdoshmëri që ndodh kjo. Është një kornizë negociuese e miratuar nga ana e Komisionit Evropian dhe nuk mund ndryshohet. Është iluzion të pritet se dikush do vi prej Brukselit dhe do na lus këtu, se jemi shumë dobishëm ne ose jemi patjetër për Bashkimin Evropian. Është interesi jon kombëtar, është interesi i fëmijëve tanë që një ditë përpara të antarësojnë vendin në Bashkimin Evropian. Prandaj edhe humbje kohe është, ashtu siç ndodhi me Greqinë, ne nuk e zgjodhëm çështjen e emrit viteve 90-ta, kur ka mundur të jetë edhe një zgjidhje edhe më pak e dhimbshme, po një ditë e zgjodhëm me një zgjidhje ndoshta më shumë të dhimbshme. Dhe ne kemi patur mirë kuptim për bashkëqytetarët tanë, edhe do të kemi gjithmonë si janë çështje të ndihshme. Mirë po, duhet ta dimë se sa më shumë që prolongohen këto procese, zgjidhjet janë më të dhimbshme edhe jo të favorshme për komunitetin maqedonez. Prandaj ne ju kemi bërë thirrje që mos të humbim kohë, që të zgjidhim një ditë përpara, se është një kërkesë legjitime, është një pritshmëri. Po i dini pozicionit e VMRO-DS. Pra në këtë drejtim hipotetikisht çfarë do të bënte ndryshe BDI-ja për të përshpejtuar procesin e integrimit evropian, edhe sikur hipotetikisht ishte pjesë e qeverisë me VMRO-DS, duke marrë parasysh gjithmonë këtë që po ju them, pozicionet dhe qëndrimet e kësaj partie lidhur me këtë çështje. Jo, nuk është pyetja se çfarë do bënim. Po mirë do ishte çfarë bëm. Ne kushtëzuam pjesëmarrjen në qeveri me ndryshimet kushtetuese. Dhe ju e dini këtë. E din gjithë opinioni se Bashkimi Demokratik për Integrim, Lëvizja Besa aso kohë, Alternativa, Aleanca Shqiptare, gjitha partitë e nënshkruan një letër cirkulare ku zotohen se nuk do marrin pjesë në një qeveri që nuk bën ndryshimet kushtetuese. Po nuk mund të pres njeri se këto të vlenit, këto figurat politike që sot i kenë qeveri, përmbahen atyre zotimeve dhe atyre nënshkrimeve. Ish bashkëpartiakët e tuaj ndër vitesh. Po tani nuk dua të personifikoj se nuk është punë diçka personale. Jo, absolutisht flasim në aspekt politik. Është një politike, se absolutisht nuk jemi në njëjtën vijë dhe nuk pret njeri që këta të përmbahen asaj që janë zotuar. Ato kanë nënshkruar dokument ku thonë se nuk do bëhen pjesë e qeverisë me një qeveri që nuk bën ndryshimit kushtetues. Ashtu siç nënshkruam edhe ne. Edhe ja ku i keni, u zotuan fillim se për 3 muaj, për 6 muaj, u bën 2 vjet. Ndodhi me zotin Taravari që e mbarte atë përgjegjësinë. Shqyr që u gjen një njeri që thotë kadal se kemi një përgjegjësi edhe kemi bën një zotim për këtë punën e ndryshimeve kushtetuese dhe lëshoi qeverinë. Po ti nuk mund ta presësh nga të tjerë. Zotëri Recep, tham se BDI-ja është e gatshme për një cikël të rizjedor, por si mendoni, është ndoshta edhe jo pyetje e drejtë për drejtë ose nuk mund të dim, po mendoni se në zgjedhjet e ardhshme
parakokshme ose të rregullt parlamentare do të fishoni votat? Dëgjoj, se do ketë një rritje është e dukshme. Të gjitha matjet që ne kemi bërë, që po bëjmë vazhdimisht, e tregojnë të gjitha vizitat që kemi çdo ditë nëpër lagje, takimet me njerëz, duket se është një zhgënjim i madh prej këtyre tjerëve. Edhe pritshmëritë e mia janë se do kemi një rritje jashtëzakonisht shumë të madhe në zgjedhjet e ardhshme kur do qofshin ato. Nëse kjo situatë sipas juve që thoni se mbetet kështu siç është, cili është vizioni juaj për Maqedoninë e Veriut në vitet në vijim? Antare e NATO-s, barazie plot për të gjithë qytetarët, antare e Bashkimit Evropian, një shtet të zhvilluar ekonomikisht, një shtet me marrëdhënie të mira me të gjitha fqinjet, por se edhe kjo është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, një Maqedoni të zhvilluar ku fëmijët tanë do shohin perspektivë, do shohin shpresë dhe do mbesin që të jetojnë këtu. Zotëre Rexhepi, unë kaq pyetje pata për këtë intervistë. Nëse keni diçka për të shtuar që mendoni nuk i kemi prekur, urdhëroni minutat në vazhdim për ju. Ja, faleminderit për ftesën. Faleminderit që morët pjesë në intervista 1+1. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka që përgatita sonte për juve. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë mirupafshim javën e ardhshëm, ndërsa ju vazhdoni të qëndroni me programin e servisit tuaj publik.